Kuvendi nesër në kuadër të mbledhjes së 54 duhet ta shqyrtojë propozimin qeveritar që Azir Aliu të jetë ministër i shëndetësisë. Në seancë sipas rendit të ditës, është edhe propozimi për emërimin e Albrim Hoxhës si zëvendës ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave. Propozim teksti për Aliun që është dorëzuar nga qeveria dhe është nënshkruar personalisht nga kryeministri Hristijan Mickoski e përmban biografinë e kandidatit. Në të bëhet e ditur se Aliu është inxhinier i diplomuar i elektrës dhe doktor i shkencave informatike, i cili për momentin e realizon funksionin profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Teknologjisë në kuadër të Universitetit e Europës Juglindore në Tetov. Aliu ishte ministër i shoqërisë informatike dhe administratës në vitin 2023 dhe 2024, ndërsa sipas CV-së së dorëzuar ishte edhe në pozita të tjera të larta dhe me përgjegjësi. Gjatë publikimit të vendimit që Aliu të propozohet për ministër të ri të shëndetësisë, nga vlen kanë thënë se edhe përkundër faktit se me profesion është doktor i shkencave informatike, Aliu është propozimi i tyre më i mirë për atë pozicion. Ministri duhet të jetë menaxher i mirë që e njeh sistemin dhe që mund të kontribuojë për përmirësimin e dikasterit. Kemi pasur shembuj edhe në të kaluarën kur ministri i shëndetësisë nuk ka qenë doktor, pa deklaruar atëherë zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Edhe kryeministri Hristijan Mickoski, duke komentuar propozimin e Vlenit për pozitën e ministrit të shëndetësisë, u deklarua se nuk e sheh si pengesë faktin që Aliu është me profesion informaticient, ndërsa është propozuar për të udhëhequr me dikasterin e shëndetësisë. Kujtojmë se ndryshimet në kabinetin qeveritar vijnë pasi Aleanca për shqiptarët krahu i Taravarit vendosi të dalë nga qeveria pas përçarjeve që ndodhen në koalicionin Vlen për shkak të mosmarrëveshjeve rreth kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pas këtyre zhvillimeve, Taravari u akuzua nga koalicioni Vlen, por edhe nga Mickoski se synon bashkëpunimin me BDI-n.